bisedoj me zotin Zak Topuzi. Përshëndetje. Përshëndetje. Topuzi, e nisë me diçka që është reale dhe që ka të bëjë me administratën tatimore që po përgatit një ndërhyrje të thellë në sektorin e turizmit për këtë vit, pra flas për 2026 dhe synon formalizimin e plot. Si e sheh këtë nisëm, a ka diçka të re apo është në kuadër të momenteve ndërhyrëse në prag të këtij sezoni që ka nisur besoj, edhe pse nuk e kanë trumpetuar si zakonisht? Në fakt është një kërkesë prej 3 vjetësh për të përmirësuar legjislacionin, për të formalizuar tregun, pasi jemi në një situatë ku Shqipëria ka vetëm 25% kapacitete shtretër hotele dhe diferenca, pra pjesa tjetër janë apartamente dhe vila që i jepen me qira. Dhe duke qenë se pjesa më e madhe e tyre janë jashtë, po themi, sistemit fiskal, atëherë kemi një sistem të deformuar të vlerave dhe një informalitet shumë të lartë. Ndërkohë që në Shqipëri, po themi, kemi vetëm 22% kapacitete shtretër hotele, Europa ka 75% kapacitete hotele dhe vetëm 25% ka apartamente dhe vila dhe ka bërë rregulla dhe ligje të veçanta për këtë kategori shërbimesh për t'u përgjigjur, po themi, standardeve dhe për të mbrojtur dhe konsumatorët. Kështu që është një luftë gati 3 vjeçare për ta formalizuar këtë treg. Do ne na vjen mirë që qeveria po mundohet ta formalizoj, por të shohim, sepse problemi ka qenë vetë shteti ka bërë, po themi, ndërhyrje të cilat bien në kontradikt me njëra tjetrën. Njerë vendosin që çdo apartament që jepet me qira duhet përfshihet në sistemin e vlerësimit nga Ministria e Turizmit dhe duhet kategorizohet në kategorinë e akomodimit. Pastaj hoqi dorë nga kjo dhe kërkoi vetëm që ata të paguajnë tatimin e fitimit. Në fund, domethënë vetë shteti ka qenë i pa orientuar se çfarë duhet bëjë në këtë drejtim. Sigurisht informacionet nga zyrat qendrore të këtyre motorëve të shites janë tashmë ligjërisht të qarta, pra Europa bëri ligje për të informuar zyrat e tatimeve, takseve të bashkive apo të shteteve me shitjen, domethënë me të ardhurat që sigurohen nga kjo kategori akomodimi dhe Europa është pothuajse me dokumentacion të plot. Shqipëria shpresojmë që ta zbatoj këtë dhe kjo të mos jetë thjesht një fushat disa mujore, por tjetë një zbatim ligji normal, domethënë siç e kanë pothuajse të gjithë vendet e Evropës. Zakonisht kur flasim për këtë sektor, përveç rregullimit, ka dhe pikë pyetje. Tani këta po synojnë formalizimin e plotë dhe transparencë tatimore, që thuhet se do të harrihet përmes monitorimit i cili është intensiv. Nga ana tjetër, flasim për monitorim intensiv që është i aktivitetit pra turistik. Po tani kjo si mund të realizohet mes gjovënies, panikut, prezencës tyre në këtë pra sezon mos bëhet një barë deri diku, a kanë treguar një lloj profesionalizmi nga mënyra se si trajtohet, sepse këtu ndërhyhet në pikun, le të themi, ose sapo nis sezoni turistik. Dhe nuk ka jep një ide që këta i kanë gjetur mekanizmat si që kanë standardet, mund të jem dhe gabim, po si që ka bota, që ne s'kemi pse timi duke diskutuar për këtë, sepse kjo duhet jetë një ekonomi e formalizuar, e rregulluar. Në fakt, kjo është një operacion i cili duhet zhvillohet në përzyrë nëpërmjet digitalizimit të këtij sektori. Pra nuk është një operacion që dalin në policia financiare dhe kontrollojnë restorantet, baret apo po se ua themi, s'bëjmë gabim, se në Shqipëri jetojmë. Por, shiko, sistemi është mjaft i qartë, pra për bërë një rezervim. Është me inteligjencë, po.
ti do detyrimisht do të japësh të dhënat e subjektit, do të japësh kartën e kreditit, pra ti je një person i identifikuar normalisht. Dhe po themi motorët e shitjes që janë Airbnb, Booking.com, këto të dhëna janë të detyruar t'ja u japin organeve tatimore në çdo 3 mujor apo fund viti, si e kanë ata, si e kërkojnë ata. Kështu që është një operacion i thjeshtë, pra mjafton ti të ngresh zyrën specifike në tatime dhe ti e në gjendje të bësh kontrolle periodike. Nuk ka nevojë të shkosh të kontrollosh apartamente në për pallate, në për shkallë. Pra është një proces që më tepër duhet zhvillohet në zyrë. Dhe është njësoj si call centrat apo këto që janë operacione që zhvillohen në për zyrë, dhe pastaj në rast ato vazhdojnë, ti mund të shkosh ti kapësh në flagrancë. Dhe kjo është pak a shumë ideja. Dhe nuk është në një gjë e jashtëzakonshme, kjo gjë ndodh në çdo vend të Europës, dhe mos harrim që tani nuk bëhet fjalë për një person i cili ka një apartament apo 2. Bëhet fjalë për persone që kanë deri në 50-70 apartamente që japin me qira, ndërkohë që një mesatarja e hoteleve që janë në Shqipëri rezultojnë me 30-35 shtretër. Pra, hotele me 20-27 dhoma gjithsej. Kështu që është një treg i cili duhet rregullohet dhe ndoshta është momenti që të ketë një përmirësim të dukshëm. Mos harrim që rajoni Greqie i ka vendosur këto standarde, bires ka kaluar deri tek mbrojtja nga zjarri që duhet të certifikohesh. Pra, në themel është një industri e cila gradualisht po formalizohet dhe Europa, për thënë vërtetën, ka ndërmarrë masa për t'i reduktuar këtë vrull të madh që ka kjo mënyrë, domethënë të bëri biznes, pasi ka krijuar probleme me grupet e interesit, pra janë rritur çmimet në mënyrë artificiale të shtëpive me qira, apartamenteve me qira, janë rritur çmimet artificialisht të blerjeve të apartamenteve. Është një treg i orientuar për arsye të thjeshtë që po të shikosh mesatarja në Tiranë, një apartamenti jepet me 35-40 euro, ndërkohë që pra ai ka 3-4 shtretër, është një treg i orientuar që po dëmton në themel industrinë e akomodimit. Kuptoj. A jemi gati ne për sezonin turistik? Po shkojmë në 10 ditëshin e parë të majt, koha është kokfor deri diku, moti, megjithatë, për ne nuk besoj se është problem kjo. Kemi një evidencë që nuk e di sa është me shifra, po ka një numër të thuhet dhe vërehet që ka një numër të lartë të turistëve të huaj kryesisht, si në Durrës dhe të gjithë vijën bregdetare. Si e kemi nisur? Ka një trend pozitiv, ka një rritje graduale të një performance që vjen nga dëshira e madhe e njerëzve për të lëvizur. Por ne, si gjithmonë, industria është pothuajse gati dhe është përgatitur, por institucionet shtetërore janë akoma mbrapa me miratimin e lejeve për stacionet e plazhit. Jemi akoma në fazën që akoma pra bashkitë dhe komunat nuk kanë marrë një miratim nga zyra përfaqësuese në Ministrinë e Turizmit për të miratuar po themi parcelat, dhe kjo ka bërë që të krijohet një problem madhor për pothuajse të gjithë industrinë bregdetare. Pasi janë mbyllur kontratat, kanë filluar të vinë grupe turistike, dhe ndërkohë ti nuk mund të vendosësh dot çadrat pasi akoma nuk janë dhënë lejet. Është një procedurë që nuk bëhet vonohet. Tani, një sekond, si është kjo e çadrave, se ne nuk e dim se çfarë ndodh me praktikën. Ajo që konstatojmë dhe nga kronikat tona të vajzave dhe djemve që janë kolegët e mi në terren, po ka një hezitim, por ne ndoshta si një syth
që nuk e njohim si sektor, e kemi ndoshta nga moti i keq, po ju po evidentoni diçka tjetër, pra nuk është rregulluar. Jo, nuk janë marrë, nuk janë dhënë lejet akoma. Po si, ka mundësi, se kjo është gërç i madh, kjo është për të denoncuar. Është shumë gërç i madh dhe unë shpresoj që brenda javës që vjen Ministria t'i hapi dritë jeshile bashkive të cilat duhet të marrin dokumentacionin, bizneset të bëjnë pagesën dhe pastaj mund të miratohet dhe ata të fillojnë përgatitjen. Po kështu i bie që shkon qershor. Mos harem që temperaturët do të jenë 30 e ca gradë sipas sinoptikanëve dhe nuk është mirë që ne të jemi na gjej pa përgatitur ky sezon. Përveç problemeve tjera që janë smundje kronike. Jo, zdo fusi, pse kanë bërë kështu këtë vit? Pse këta nuk e kanë zgjidhur? Se ndryshe nga ju që e denonconi, unë javën që lam pas, të zhvillova me tur operatorët një bised. Dhe sigurisht nuk ma ngritën si shqetësim real këtë. Ndërkohë, nga eksperienca dhe nga intuita dhe sa e njohim këtë industri, po sigurisht që ky është një shqetësim i madh sepse ndikon me mënyrën se si ti pret turistët, ndikon me pastërtinë, me mirëmbajtjen, krejën e rërës, janë këto çështjet teknike, por që duhet të jenë në standardet e duhura, se kemi qartë sa do të jetë hapësira që do të jetë falas apo edhe për që administrohet pra nga bashkia. Tani këtu, nuk po them që jemi para një skandali se e teproj, por që nuk është një gjë që të krijon një lloj standardi dhe serioziteti, këtë mund ta themi. Shiko, ne kemi ditë që në grupin prej 380 të hotele, në grupin e WhatsApp-it, po e ndajmë këtë si shqetësim, pasi një pjesës më të madhe ju ka mbaruar kontrata 5 vjeçare dhe nuk mund të vendosin asnjë çadër pa këtë lloj miratimi. Dhe një nga problemet e tjera ka qenë dhe vendosja e çmimeve. Pra, akoma nuk janë negociuar se cila bashki ka bërë mbledhjen e bordit të saj. Dhe më pozitive më duket bashkia Lezhë që ka ndërmarrë një veprim dhe ka përcaktuar një kuotë, pra nga 300 lek deri në 2000 lek të reja, vendosjen e çmimit për çadër, e cila do të bëhet në mënyrë të negociueshme. Pra, i ka dhënë mundësi dhe atyre që duan të bëjnë, domethënë se pra po të bëjnë një vend më cilësor që ta çojnë deri 20, pasi mesatarja në Shqipëri ka qenë 10 deri në 15 euro për çadër. Dhe kurse Vlora ka zgjedhur një model tjetër. Ka vënë një çmim diku 700 lek dhe për plazhin publik dhe për plazhin po themi privat. Ndërkohë ka lënë disa zona të lira që janë rreth 15.000 metra katror, por janë kryesisht në zonat e ndotura, dhe kjo ka krijuar një problem, një kakofoni, pasi kur flasim për plazhe publik, flasin plazhe të cilët duhet të jenë të pastra, cilësore, dhe ti mund të vish me çadrën tënde, me peshqir, dhe nuk ke nevojë për komoditetet e tjera që bashkia apo komuna të vendosi çadra të cilat ndoshta nuk do të jenë aq cilësore, nuk do të jenë aq pastra, por ti duhet të kesh një territor të lirë dhe duhet të kesh shërbime të bazë që lidhen me ujë, me rroma zhveshje, me dushe. Dhe në rast se ti siguron këtë ambient, ky quhet plazh publik, siç e ka gjithë Europa. Modelet me bashkëpunime, me krijimin e ndërmarrjeve të përbashkëta, nuk janë, po themi, nuk kanë dhënë rezultate, jo vetëm tek ne që nuk kemi eksperiencë, por nuk ka dhënë rezultate edhe në vende të tjera të BE-s apo të mesdhell. Kështu që do ketë një problematik të veçantë dhe konsiderohet ndërhyrje në tregun privat. Pra, unë mund të kem pretendime dhe dua të pushoj në mënyrë cilësore dhe mund të paguaj një çadër me 2 shezlong dhe 50 euro dhe 100 euro. Përse ti më ndalon këtë mënyrë shërbimi? Pra, nuk është kjo e rëndësishme. E rëndësishme është që ti të japësh hapësirë plazhit publik në mënyrë që ai që është në rrjeshtin e dytë, ai që është banor i zonës, të mos paguajë qoftë edhe 700 lek për plazhin publik të menaxhuar me çadra nga bashkia në bashkëpunim me ndërmarrje që ajo mund të krijojë
vetvetiu. Mirë, parashikojmë një sezon të mirë? Një sezon pavarësisht të problemin, duke parë prenotimet këtë dua di. Si janë? Arritëm të kultura e të programimit, të prenotimit hershëm për t'i lehtësuar bizneset, e bëm këtë si praktik? Çfarë tregojnë shifrat? Parashikohet një sezon më i mirë, por me shifrat moderuara. Mendohet se mund të ketë një rritje 6-7% sa që është mesatarja e pothuajse të gjithë Europës, dhe sigurisht do ketë një ndikim pozitiv nga situata në lindjen e mesme, e cila është përsëri akoma e pastabilizuar dhe nuk ka një ide të qartë se çfarë do ndodhë. Kështu që një pjesë, një kategori e turistëve të cilët nuk kanë pretendime, por që mendonin se mund të shkonin në lindje të mesme, do të jenë ndoshta kontingjenti i Shqipërisë. Megjithatë, ne nuk jemi akoma në hartën e devijimeve të kësaj kategorie, pasi domethënë zonat potenciale janë Spanja, Italia, Greqia kryesisht, dhe ne do të besoj se do kapim një kontingjent vogël. Në rast se do ishte mbaruar aeroporti i Vlorës, do të ishte një potencial shumë i rëndësishëm që mund kalonte në plazhet e jugut, të cilat janë për thënë vërtetë më cilësore. Pra presim një sezon pozitiv dhe shpresojmë që qeveria të marrë masa për bllokimin e rrugëve, parkimet që kanë qenë, transportin publik që kanë qenë probleme madhore për pothuajse turistët vendas, po dhe të huaj. Kush janë të huaj që po na vizitojnë? Ose që na lakmojnë, ose që na preferojnë? Se ka ndryshuar ky trendi, kemi parë gjithnjë. Nuk ka në ndryshim të madh, nga 7% kanë vajtur 11%. Pjesa që janë turistë perëndimor, pjesa tjetër 76% janë turistët rajonal. Pra gjysma e këtyre janë Kosova, pastaj pjesa tjetër Malizi dhe Maqedonia, kryesisht janë me origjinë shqiptare, me pasaportë të huaj, janë shqiptarët të cilët banojnë jashtë dhe vinë për nostalgji të vendit, por edhe për probleme tjera që kanë të bëjnë të shikojnë familjen. Ky është kontingjenti kryesor. 15% kemi vetëm që janë me kontrata, kështu që ne duhet i bëjmë hizmetin këtij kontingjenti dhe pothuajse pjesa më e madhe lëvizin me mjetet e tyre, me makina, prandaj transporti, bllokimi i rrugëve shumë i rëndësishëm dhe menaxhimi nga policia duhet të jetë duhet të jetë shumë i rëndësishëm, pasi këto janë 3 problemet kryesore që ngrihen. Është e rëndësishme për këtë sezon për t'u thënë që nga 1 qershori të gjitha njësitë e shërbimeve, por dhe hotelet apo dhomat tjera me qira, duhet të eliminojnë maksimalisht pagesën me cash dhe ka mbetur vetëm 3 javë nga ky proces. Është proces shumë i rëndësishëm, është një iniciativë e qeverisë shqiptare që të eliminojë cashin për 2 vjet. Është shumë iniciativë e mirë, por që kërkon dhe masa tjera, pra ne kemi bërë disa takime dhe me Ministritë përkatëse, pasi këtu nuk është problemi që shqiptarët nuk njohin punën me karta, por janë 2 elementë kryesorë që pengojnë këtë proces, janë tarifat e larta dhe konvertimet e larta. Pra në rast se Europa e ka 0,2 deri në 0,6% tarifën që të merr kur ti i merr biznesi kur ti paguan me kartë, ne kemi 2 deri në 3,5%, pra flasim 10 herë më të lartë. Dhe në bisedat që kemi bërë me Ministritë përkatëse dhe me grupet e interesit, kemi marrë një po themi premtim që kjo përqindje do të jetë jo më shumë se 1,2. Pra me një ulje gati gjysmë për gjysmë dhe më shumë se gjysmë për gjysmë, kjo mund të japë mundësi që të shtrihet pagesa me kartë dhe njerëzit të kenë mundësi ta përdorin atë në gjithë llojet e ambienteve. Ndërkohë, si jemi, zotopuzim, me çmimet? Është një hall që realisht na
shqetëson. Ka një trend rritje të gjitha çmimeve, që ekspertët e ekonomisë sa e faturojnë tek abuziviteti dhe sa tek rritja reale që duhet të jetë. Sigurisht që në konceptet ekonomike e gjithë kjo fryma kur flitet për një shtrenjtësi për rritje nafta e tjetër, ndikon si tek bizneset e mëdhaja që bëjnë strategji, e deri tek ai shitsi fundor i marketit apo këto shërbimet e luksit që pa investuar fare rrisin çmimet deri diku. Po tek turizmi, ku realisht ne kemi patur, siç e ka dhe i gjithë bota, që në pikun e sezonit turistik, po, është më shtrenjtë. Unë veçoj dursin se ata e trumbetojnë me të madhe që duhet të jemi të kujdesshëm, mos ta ikin turistët, të ofrojmë çmime që janë pra normale në mënyrë që të kemi turizëm të qëndrueshëm. Tani, të kuptojmë, a do të rriten, a ka një tendencë, a janë artikuluar në shoqatat që po duhet të bijem dakord për një rritje të çmimeve, si në restorante, bare, por edhe në akomodim? Në përgjithësi nuk ka një rritje eksponenciale siç ndodh me produktet që përbëjnë bazën, po themi, tonë të lëndëve të para. Jemi gati 40 deri në 60% më lirë se Kroacia, 40 deri në 50% më lirë se Greqia dhe 20-30% më lirë se sa Malizia apo Maqedonia. Pra, ne vazhdojmë të jemi konkurrues me çmimin, por sigurisht që kemi probleme me shërbimin që nuk arrin do të balancojmë cilësinë me pagesën që ti bën. Dhe ky sigurisht është një problem i rëndësishëm, por nuk është çështje se zgjidhet me një të rënd lapsi. Pra, jemi konkurrues në rajon dhe do vazhdojmë të jemi konkurrues. Problemi që ndron tek financimi dhe subvencionimi i bujqësisë në mënyrë që ne të kthehemi në konkurrues në rajon. Pra, ne indirekt produktet e shportës, duke qenë se TVSH-ja është 20%, do t'i kemi 16% minimalisht më shtrenjtë se në Itali apo rajon, të cilët, po themi, kanë TVSH-n 0 deri në 4-5%. Dhe ky është një nga elementet që njerëzit i shqetëson kur thonë dalim jashtë, shkojmë në Itali dhe gjejmë të mallin më shtrenjtë se në Shqipëri. Sigurisht që do ta gjesh, se përdesa TVSH-ja e produktit është 20% dhe ai e ka 0 apo 5, indirekt e ke 50% më të shtrenjtë. Dhe problemi është që unë rastësisht u mora me shifra dhe pashi, gati 1/4 e të gjithë produkteve ushqimore që vinë në Shqipëri vinë nga Gjermania. Ndërkohë që është një vend i cili prodhon vetëm patate, lakra dhe nuk është normale që ti të furnizohesh nga Gjermania me 1/4 e produkteve që mban, domethënë që konsumon Shqipëria, ndërkohë që je vend bujqësor dhe ke pasur një popull 60% e popullsisë ke pasur me bujqësi dhe blegtorin. Pra ne duhet bëjmë një revolucion në mënyrë urgjente për të subvencionuar në mënyrë direkte, jo me metoda të ndërmjetme bujqësinë dhe blegtorin, në mënyrë që të bëhemi vend konkurrues dhe të konkurrojmë me çmime. Është pa mundur, domethënë që të zhvillosh një industri ushqimore, të zhvillosh një po themi ushqim, domethënë industri përgatitore me çmime dhe produkte që vinë nga vende të larta që nuk kanë lidhje fare me prodhimet e këtyre produkteve. Pra nuk e di çfarë duhet ndodh, por do një konceptim të ri të bujqësisë dhe blegtorisë dhe turizmit bashkë. Pra këto dy industri përbëjnë 50% e prodhimit përgjithshëm bruto shqiptar. Në rast se ne nuk do të tregojmë kujdesin e dur dhe vëmendjen e dur, gradualisht do të na largohen dhe punojësit e bujqësisë, po na largohen dhe punojësit e turizmit dhe ne do mbushemi me punojës të huaj, ndërkohë që nuk është e mirë për Shqipërinë. E kuptoj. Ndërkohë, shqiptarët çfarë kanë zgjedhur këtë vit? Zoti Topuzit, do të kemi destinacion jugun, pjesën këtej të veriut, do të rrim në Shqipëri e thënë ndryshe, apo do të shkojmë sërish në Turqi, në Greqi, se di si janë paketat atje ose ofertat, se... Ne vazhdojmë të kemi mangësi në drejtim të hoteleve që mund të bësh pushime dinjitoze
për njerëzit që kanë të ardhura mesatare dhe më të larta, dhe kjo lidhet me mungesën e kapaciteteve të hoteleve të mëdha dhe resorteve. Pra ne kemi vetëm 1% të kapaciteteve tona hotele dhe resorte me 5 yje, ndërkohë që Malizi dhe Kroacia kanë 7 deri në 10%. Dhe kjo ju jep mundësi, nuk ju jep mundësi shqiptarëve të gjejnë, po themi, oferta të mira për të pushuar në Shqipëri. Po të bëjmë një analizë, ka gati 8 milione gjysëm shqiptarë që kanë dalë jashtë Shqipërisë, pra i bie mesatarisht shqiptarët kanë dalë 4 herë jashtë gjatë vitit 2025. Dhe ndërkohë kanë lënë gati 3 miliard euro jashtë. Kjo nuk do të thotë që ne mund t'i detyrojmë shqiptarët të rinë dhe të bëjnë pushime në Shqipëri, por ne do t'ju krijojmë mundësi dhe kushte, duke rritur kapacitetet e hoteleve me 5 yje dhe resorteve, që ata të bëjnë këto pushime në Shqipëri. Flas jo vetëm për shqiptarë, por edhe për diasporën dhe Kosovën, të cilët, për thënë vërtetën, gjatë kësaj periudhe kanë gjetur tregje më të mira, sigurisht që Greqia nuk është konkurrenti jonë dhe ata kanë arritur të gjejnë tregje të lira, qoftë edhe për t'i provuar, për t'i testuar, pasi është viti i dytë që ata mund të lëvizin pa viza. Kështu që ne na duhet punë e madhe për të plotësuar këtë kategori, po themi, akomodimi, për t'ju dhënë mundësi atyre që të bëjnë pushime dhe në Shqipëri. Tregu i fluturimeve ajrore me çmime low cost ju ka dhënë mundësi shqiptarëve të eksplorojnë gjatë kësaj periudhe pothuajse gjithë Europën, gjithë kryeqytetet e Europës. E ka dëmtuar kjo zë të puzë industrinë këtu, na ka dëmtuar kjo low cost, këto shëtitjet, ose ato pak para për t'i çuar në destinacione të tjera, e ka dëmtuar pra se zakonisht i bënin pushimet këtu? Sigurisht që ka dëmtuar, pasi një person i cili vjen me low cost, ka zgjedhur Shqipërinë për këtë arsye. Dhe shpenzimet e tij do t'i ketë low cost. E njëjta gjë dhe para që çojmë jashtë, besoj, edhe që çojmë dhe ne jashtë. Kështu që, pra, edhe kjo nuk është e mirë. Megjithatë ne nuk kemi, pra, Instati nuk jep një informacion saktë se sa shqiptar pushojnë në Shqipëri, që është një element shumë i rëndësishëm. Domethënë Europa për vitin 2025, 52% e europianëve kanë pushuar në vendin e tyre. Është një shifër mbreslënse që tregon se kanë filluar ta duan vendin dhe pavarësisht se ata largohen me pushime jashtë, një pjesë të tyre i bëjnë në vendin e tyre. Ne nuk kemi një shifër eksakte nga kjo, siç thash për arsye të informalitetit lartë, dhe shpresojmë që mbas këtij aksioni që ka ndërmarrë qeveria të kemi një shifër të identifikuese për shqiptarët që pushojnë në Shqipëri dhe numrin e tyre, për të bërë një analizë më të qartë. Se pa shifra është e pamundur që ti të bësh studime, analiza edhe të nxjerrësh dhe konkluzione. Faleminderit zoti Topuzi. Punë të mbarë. Faleminderit edhe ju. Kënaqësi si gjithmonë komunikim me ju.